Gracias.
Që nga ndroqë se është një fjallë për Zotin. Që shi një gjitha e një nga tjeta që gjithë. Në shko përdojnë në do përë qatë që e një me në salë. Nga tjeta që
Edhe një muaj që ne. Kam qenë shtatorta në parë të ta. Tani duhet Të kolari, qenë shtator si ka më njëve. Dhe ta është në muaj të relacioni. Po këto muaj të parë si ka marë? I ka marë, dhe një muaj që ne i dojshë, me kërë të bashkisë. I ka marë për marë. A ka vajtë se për të marrë në marë se në marë në qenë kokën atje. Po këtë vajtë në të marë, se për ta ka ndarë. Për të marë i ka marë. Edhe atë muaj që ne i dojshë, në balon të marë i ka i dojshë në fondet e bashkisë, dhe gjitha familje të frekso. Nuk është vjetur të ta. Lekë da janë euro. Janë vjetur. Ja ka marrë gjallë që. Marë të 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 Në qofë se s'ka diçka tjetër për të shtuar, ka një vot një lutër? Kemi tre projekt vendime të ndërtoj një herë shpërblim financiare, projekt vendim për dhënien ndihmës financiare nga Bashkia Skrapar për shtetas e Rajma Shkëmbi, projekt vendim për dhënien ndihmës financiare nga Bashkia Skrapar për shtetas e Vrana Astanaj, dhe projekt vendim për dhënien ndihmës financiare nga Bashkia Skrapar për shtetas e Patos Luftari. Mësoj se keni lexuar pjesën për ndihmë financiare. Shkose, do të pjesë. A jeni dakord? Të ndihmuar? Pra për të treja këto projekte nga jetë Kalojmë në pikën 7 për vendim mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga Fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike. tani miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga Fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, është shkruar në ligjin numër 139 nga SDR për detyrimet vendore, ne integracionisht në ligjin numër 27 për asistencë sociale në Shqipërinë e Shqipërisë, në Ministeri. Ju bëjmë DSE, trajtimi i familjeve që trajtohen me fond për kushtëzuar dashurçi bëhen sipas kritereve që i kemi në relacion. Disa nga kriteret janë familje për të jetë varta, të cilat nuk janë shpallur përkuese nga sistemi mjedisimit, familje me kur familjare gra në vështirësi sociale, familje që kanë shërbëtorë antar në një moshë pune, familje me shumë fëmijë, familje që kanë shërbëtorë një ose më shumë antar në mjetin e universitetit, familje që kanë shërbëtorë një ose më shumë antar dhe pa përgjithësi pune, dhe familje që kanë antar që kanë një antar dhe që janë të praktikuar ose të veçuar. Dokumentat e atributive dhe masa e ndihmës ekonomike bëhet sipas protokollit numër 597 për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit për politikimin e masës së ndihmës ekonomike. Si dhe roli i Këshillit Bashkiak është të miratojë kriteret për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet atribuese, të cilat nuk kanë shpallur përkuese nga sistemi mjedisimit, bazuar në drejtimin socio-ekonomik që bën administratori shoqëror. Familjet të nevojë duhet të trajtohen nga fondi shtetit, në fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike, duke përfshirë dhe jo, ose jo, edhe fondet të buxhetit vendor. Se ne kemi të relacionet të sharja të pjesë. Pjesë në rolin të këshillit, të antarëve të këshillit, të relatimin e kritereve. Çfarë duhet të bëjë? Si, të janë kriterë Që do të kesh marrë shërbëtar sistem. Shiko, mbi bazë në këtyre kritereve, unë rekomandoj familje që të trajtohen me fondin e kushtëzuar në 6%. Jo çdo familje mund të trajtohet me fondin e kushtëzuar, se mund kemi një familje që nuk ka marrë kriteria, po është në parashtyes se është në ndihmë sociale e ekonomike shumë të mira, ama kjo familje nuk do futet për të trajtuar me fondin e 6%. Familje që trajtohen janë në bazë të këtyre kritereve që unë lexova dhe që i jeni në shkatëre, po nuk është kriter. A ky është goja mirë se po mundoj se pa jetë. Dina, ja ka thënë që kemi disa kriterë që janë Para shumë çdo vit të jetë aty deri kanë qenë nuk kemi kuptuar edhe bashkët e tyre këto kritere. Punojnë. Se ju të gjitha familje që nuk marrin pjesë në ato në sistem do të trajtohen me ndihmë ekonomike nga fondi i kushtëzuar. Se ka familje që kanë ato mjetë të kushtëzuar, që kemi biznes. A ne do kemi këtë? Ju dhjetë votatorë, ja po. Faleminderit. Kalojmë në pikën 8 për
zbatimin e kalendarit të hartimit të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 për bashkisë krahare dhe institucioneve të varësisë. Zonja për parë, fjala për drejtorin e financave, e ndorë. Grupi Menaxhimit të Strategjik në zbatim të ligjit 65/2017 në netin 36 ka aktuar kalendarin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 dhe buxhetit buxhetor 2027. Në fakt, këto janë afate të përcaktuara në këtë ligj dhe në netin 36, kështu që ne thjesht këto afate i kemi pasuruar në kalendar dhe pastaj do të zbatojmë këto afate gjatë procesit të hartimit të bazë për periudhën që thamë 2027-2029 dhe buxhetit buxhetor 2027. Kaq për këtë projekt të ligj, unë kam kënditur sipas. Do lexoni çika. Po ju e di. Po kalojmë një votim të demonstratave të gjeni. Në lidhje me pikën 8. Ju do të kapim pyetje? Kalojmë një votim ju? Pika 9, projekt vendim për detajimin e fondeve të investimeve të trashëguara nga viti 2025. Atëherë janë disa projekte investimesh të cilat janë miratuar nga ana juaj, përse në pjesën e fundit të vitit kaluar, dhe si rezultat nuk kemi pasur mundësinë e financimit. Këto janë fonde tona të bashkisë, të cilat trashëgohen për vitin e ardhshëm buxhetor, që është viti 2026. Kështu që ne nuk kemi bërë gjë tjetër veç se ato që kemi pasur në 2025 në jetën pa financuar, po i kalojnë për t'i përdorur në vitin 2026. Dhe ju kemi aty në tabet të gjitha këto projekte të këtyre investimeve janë gjëra të vogla. Kështu që këto si praktik çdo vit kështu bëhen. Çfarë mbeten fondet për investime të pa financuara për vitin e ardhshëm, trashëgojnë vitin e ardhshëm dhe përdoren gjatë këtij viti. Dakord janë por ato fonde që nuk financuan ato fondet e Këshillit Bashkiak. Çfarë do bëjmë? Po, ato trashëgojnë dhe përdoren për vitin aktual. Por ato nuk i kemi bërë sepse ato nuk kanë bërë me investime, janë shpenzime operative. Si trashëgojnë tani se Po trashëgojnë, ju si përdorni për një ta çështja që se ti do të si normalisht të vit. Okej, dakord janë. Tani më thoni unë, çfarë shpenzuar të kaluar, që t'i dem ato që janë pa shpenzuar, t'ja ushtojnë të buxhetin vitit dhe ju si 5.5 milion të verë e zënë në 8 milion. Ja, me që ujë. A përsi, se aqë është shpenzuar. Shpenzimet operative se aty futen edhe Shumë 50% të verës. Është këto analizët 50% të Tani verës. 50% janë me grand plezet të ardhur, apo me të ardhura janë në përqime të realizimit të ardhur, gjithsesi ju duhet që ato që planifikohen në vitin buxhetor duhet të shpenzohen. Se ne nuk mund të shtilem ato se si shpenzuat ju. Ju si shpenzuat se s'kemi pas. Nuk kanë do të politike. Ato ngelen si fondet pa përdorura, por ato shpërndahen si të trashëguara dhe përfshirë në buxheti aktual i këtij viti. Pjesa që ta punon vetë si më. Shiko, e di si janë këto shpenzimet operative, sepse dhe ne kemi shpenzime operative që si i kemi kursyer nga menaxhimi i mirë, ose janë bërë tendera dhe ne i kemi kapur me vlera më të vogla ato shpenzime dhe na kanë ngelur ca lekë. Tani nuk i lëm prapë ato, aty ne me që na kanë ngelur ca lekë dhe ti është ndryshe me shpenzime operative, ndryshe me investime. Investime si janë dëshon do destinacion. Ndërsa ato i qonë ku kam shumë nevojë. Kështu që unë them, për vitin 2026, ju keni planin e shpenzimeve, sipas atij plani,
Dhe një program në aktiviteteve ku do shkojnë trajnimeve, gjitha qa vizitave, marrjes dhe eksperiencës, atë e vinju, edhe kundërit fakturave, tuaja me bëjmë financim. Shumë. Serviciile që do një. Se duhet marrë zvarë. A u plaqën shumë? Në një ronë se sa e sa, me shumë, Kalojmë votimin këtej? Pite 9? Për të aty të brendore se fajnë presore të kipë. Do bëjmë Do dy të tash mund. Unë jam gati tani sa të ngrohet çik mopi edhe Do bëjmë dy të vitë. Dhe shumë. edhe dy bëjmë. Kalojmë pitën 10, ke pikë që ke dalë po të pitën 9 që ka. Nëse mos shikon kamera, njësoja. Duhet të votojmë. Kalojmë pitën 10 të renditës për vendim për detajimin e grantit të performancës akorduar për vitin 2025 në zbatim të udhëzimit numër 1031, fraksion 5, datë 11/07/2025. Atëre, kjo praktik do të vazhdoj dhe në 2026 në rapa dhe ky fond, program, qelet duke nisur nga performanca e çdo bashkie në të gjitha aspektet e aktivitetit ekonomik financiar dhe realizimit të shërbimeve ndaj komunitetit. Kështu që për këtë ditë që kaloi, për 2025-ën, ky grant shqelu në vlerën 2.833.957 lekë. Ku ka një specifik, sepse këtë grant, një pjesë është grant i muaj dhe një pjesë është grant i brendshëm, pra nga buxheti i shtetit. Tani, për të çelur grantin e huaj, Ministria e Financave kërkon që ky grant të detajohet në Këshill, me vendim Këshilli atje ku do të përdoret apo në destinacionin që shpërdoret. Dhe ne kemi menduar që aty ku sektori më optimal për ta çuar këtë grant është përmirësimi i kushteve të punës, duke vlerë pajisje kompjuterike, printer, fotokopio të rinj, dhe sepse performanca rritet duke edhe teknologjinë e kohës, por në anën tjetër edhe rrjetin e brendshëm elektrik të bashkisë. Është një problem që mendoj që do të zgjidhet përfundimisht, duke bërë një rrjet të rinj të brendshëm dhe kjo do të ndihmojë të mos pas ato probleme defekte që kemi vazhdimisht nga ngarkesa që ka rritur, nga vjetër që ka përcjellësit me një cilësi të dobët. Dhe këtë projekt, këtë vendim, kur të miratohet, konfirmohet prefektur, do të shkojë Ministrinë e Financave, Ministria e Financave pastaj bën çeljen e kësaj pjesës dytë këtu, 1.555.530 lekë, se është grant i duar. Ndërsa 1.253.000 lekë të 2027 lekë janë çelur në pesar me buxhetin e 2026. Nuk e dia që më qartë. Jo sa në 2026 do performojnë në mirë në kemi vlerë në platë të qikra. Kemi një projekt dhe në finantë, në një njësë së një projekt. Ka një projekt në vërën që ti. Kemi projekt. Qa të rëgjënëzor? Qafi? Qafi që vjetra. Këtë ka në shërë të rëllë, jam në nëshës. Që fiska për ka një minutëm? Uzëm do të qenë një më në pak shpenzime në shorë. Po çdo vit me këtë me kompjuter kemi frikë dhe ju të pësot. S'kemi blerë më kujme blerë. Çdo vit ne kemi marrë të përdorë dhura. Këtë radhë ka marrë 10 sot nga Fondacioni Besa, dhe në mund të vendoj të tematikë që s'mi e të mirë. Oke, dhe i ka bërë atë reformatë që ka mundë të shpedi, dhe ka po që s'kam një fotokopje me njëra, s'kam një fotokopje të malë, të kujtoj apo fotokopje në sasi konsiderushme materiale që janë, që
Mund të thuhet se po egzagerojmë atë. Kemi blerë kompjuta të rinj me pikantorë. Atëre, afati përdorimit të çdo kompjuter, printer dhe fotokopi, është 5 vjet maksimum, sepse ka 25% normën e anësit. Tani unë kam 10 vjet me një kompjuter dhe me një printer, që ka dalë jashtë memorës dhe unë printoj. Nuk jam do të marrë për printuar të shumë servikopjen, sepse nuk ma ka dalë jashtë funksionit. Shumë që ato duhet që nuk jam mera të marrë. Edhe ky lloj grami dhe performancës zakonisht përdoret për këtë gjë. Që të performoj administrata mirë, po ta mirë me kërkojnë të qka. Edhe ne shkojnë në një zhjur tjetër për të tentuar nuk është normal. I ti kemi që mos të dhe sekretare e këtë mushu letra. Na i krami letra e të shkojnë këtë dhe sociale. Laptop, atunci le ai laptop nuk merr me letra. E ke buxhetin, nuk po çfarë do? Po tani unë me zonë do të zgjidh të sa herë. Shiko, kjo ka shumë mirë. Tani përshësim për funksionin e bëni ju. Po e kam bërë Nuk kërkoni. Okej, atë është të caktuar para shërbime shoqërore shëndetësore. Janë to shpenzimet operative. Pse s'kërkoni për investime? Për çfarë do të investime? Bëni një preventiv. Përse i doni? Doni laptop, doni me shkresë. ai një për kërkesën buxhetore, unë s'kam parë aty që keni kërkuar. Se kërkohet, ka që 15 laptop me një vlerë, ka dhe Me një fakt, me një bërë një kërkesë të kërkuar një bërë për laptop, ka kërkuar që ka shumë shpenzime, dhe i janë për laptop, sepse ka që ka shumë shpenzime, dhe me rëgullohet dhe stada. Të të tira, mikrofonë, të tira tjera, të tira atëre unë po them. Fondet buxhetore që kanë jetur pa përdorur, shpenzime operative dhe sa nga paga dhe sigurime, ato kalojnë në ato struktura ku kanë jetur. Nuk i kemi bërë akoma, do t'i bëjmë në nivelin e radhës. Dhe ju pastaj na parakit një kërkesë të detajuar dhe do ta rishikojmë. Minutë. Të bëjnë edhe ca kërkesa që t'jenë edhe realiste. Po kumë që të bëjnë një laptop? A kemi tu që mos vejnë me letra. Për lezet? Jo më pse lezet. Po për qarë? Po vinë letra Në dhe se cili këtu të ketë në një laptop. E bërë njëri e zërvinë ato palë i ujë në një kompjuter tërë deputete, atë edhe i hoqë sa Jo, e ka fajnë, e që atëre. në cili këshirë të bashkisë kanë me një laptop për parë. Se mos jemi në shfarë. Qa do donë në zimë të përës. Mos ka se të përdo ta që përdo të gjithë tjetër që ka që shumë. 15 laptop, për atë që unë i qëllë juve, nga 350.000 lekë po bëj, 5 milion lekë i blemë. Në regullë. Në regullë. Po i blemë edhe. Po s'ka që i blej, Po të milion e papirë në të të vetë. Dakor? Nga fondet e... shiko, unë jam dakord, shumë që t'ja u blej, ata i mbajnë me vete, ne u gjeni, u dërgonë materiale, dhe ata kanë po i shikojnë në shpi, kanë, okej, dakord, por Të të nuk është. Dërgojnë telefon në Ne me laptop me vete. Bashkia s'ka marrë laptop për këshilltarë. Problemi me laptop. Se kam bërë Kemi një bashki që ka marrë laptop për gjithë. Po dhe se shumë për shumë për dhe. Qemi kërkesë tjetër që ka... Kërkoni gjore. Nuk ka. Ky janë për këshilltarë për gjithë. Nuk e ne përkallojmë atë para. Nëse kalojmë në votim, lutem ti të ndjesh. Kalojmë në pitën 11 për evitës, për ekzaminim për detajim e transferës aprovuar me akt normativ numër 11/19/2025. atëre, qeveria me akt normativ numër 11/2025 ka qelur transfer të pakushtëzuar shtesë për bashkinë skrapar në vlerën 10.400.000 lekë.
Dhe këtë transfer, duke pas marrë konsiderat që të ardhat për vitin 2025 nuk realizuan në nivelin e parashikuar dhe disa investime në nivelin e parashikuar me të ardhurat e bashkisë, kemi menduar që ta çojmë për të mbuluar kostot e investimit për mbulur mbajtjes për gjatë publik ose ishte parashikuar me të ardhurat, nuk u realizuan, do ta çojmë pjesa tjetër. Në qoftë se nuk do i përfronte qeveria këtë fond, si do e përfundon? Atëherë do të bëjmë Normal. Nuk më e borxhe. Qëka? Da i grup strategjik, po dëshon në një strategjik se si para 6 vjetë Ose këtë fondin si e morë të gjithë, nuk e negociuar. e para dhe dyra me imporët se së realizojnë të ardhët, nuk e kuptoj se i bëni sa përqimit e realizimit të ardhët. Je 170 milion me 60 me 70. Ne kemi realizuar 60 milion lekë të ardhur për 2025. Plani është 70. Dhe i bjen 55,6%. Se s'ka realizojnë pjesa tjetër, ku kini veç? Shiko, ne kemi planifikuar të ardhura nga fondi pyllor kryesor, i vjen 33 milion lekë të reja për vendosjen e tyre Paneleve që ajo e fajës. për park fotovoltaik me një kompani e cila E Piliqit, që në Piliqit. nuk është paraqitur për të vazhduar në procedurën më tej, ajo artikull e paralizuar. Dhe 10 milion lekë paralizuar në reja e diçka janë më tepër taks toke dhe taks ndërtese për gjitha familjet këtu në qytet dhe në fshat që janë larguar nga territori bashkisë Karpati. Dhe diferenca aty është, jo se ne nuk punojmë për të realizuar ta. Nga 7 vjetë realizosh 60 vjetë. Sa i realizojnë Ndërsa, pikërisht njësit janë ato që nuk arrin do të ndrekin të ardhur dhe këtu në fakt t'jap drejt. Sepse shpenzimet për pare dhe sigurime janë 5 fish. Nga realizime? 5 fish. Krasuar me atë çfarë ka sjellë njësit në bashkëtorë. Po ju keni edhe keni stimuluar, ca bëjnë sa dormajnë pak më shumë, ca pak. Jo nuk e kështoj se ne kemi parë, edhe kemi diskutuar. Dy e ka 1.3, një 1.2, pjesa tjetër e ka 1.1, po realizimin e radhave shikoni me këtë... Diferencë pa përfyshme. Po t'ishe pa përfyshme i tjetër njësojnë. Ka si pas në popullsisë, nuk grasë që në shetën e... Po dërë është në pasë në performansë, nuk në popullsisë. Edhe nuk e popullsisë është një ashtë. Performansa duar, por nuk e popullsisë është një kriter tjetër. Për mua me njësi këtë administrative e keni problemit në të marë. Kemi dështuar. Do keni dështuar. Keni dështuar se bëjmë soni më shumë që sa me jemi në atë njësi. Dhe mos më nërë do të asë pakër sigurime. Ju vetëm pak në një administratorit të punojnë në njësi. Sa e ka parë në administratorit? 900.000. 900.000? Në. Ne Për mua do e po, po. Përforcojnë në kontinute? Për mua do e po, e ke gjithë nga po. Për mua ata të 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 të. A sa shpisetor? Ha? Që do arrasi këtë dhe? Ka në të të vjetë prezentim për e tarimin e të ardhët realizuara në muaj dhjetor 2025.
Atëherë si zakonisht muaj dhjetor nuk përdoret dot, sepse vetë atë akordimin janar 2026, muaj dhjetor 2025 ka patur të ardhur 5.628.639 lekë, të cilat kemi të shuar aty ku kishim planifikuar për investime. Në rregull. Kalojmë në votimin e kësaj. 12 vota pro. Faleminderit. Kalojmë pikën 13 të renditës, për vendim për piratimin e parimit të tash financimit të masën 20% në programin e shërbisimit të banesave ekzistuese. Fjala për zonën finalare. Njëkohësisht të falenderoj të shqiptarë, të shqiptarë, të europianare. Unë do të shqiptoj të dy projekte vendime, nëse në zonë e derdhën bashkëfinancimin, sepse kanë lidhje me njëra tjetrën. Pikën 14 për vendim Po. Nuk si dalë vendime. Bashkësia parë në Zakonin e Politikave Sociale për strehtimin do të aplikoj pranë Ministrisë së Ekonomisë për të përfituar në një nga programet sociale të strehtimit. Në rastin konkret ne kemi zgjedhur përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese për familje dhe përmirësimin e kushteve të banimit në komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara. Bashkia ka pasur arsyeshme që të paraqesit këtë program pranë Ministrisë, projekt, duke marrë parasysh vetëm riparimin e çative të banesave ekzistuese të vjetra, të para viteve 90, të cilat janë në kushte shumë të rënda ose të degraduara. Dhe tu kemi parasysh kemi përfshirë ato familje që janë trajtohen me kem, familje të moshuar dhe familje që janë me ditëmor në nevojë. Për këtë bashkësia parë ka hakuar listën të cilin ju e keni përpara. Dhe totalisht janë të gjitha familjet të cilat kanë nevojë për rinovimin e tyre, por që edhe aktualisht çatit e këtyre banesave janë në kushte shumë të rënda, por teknike dhe për shkak të disa çative që janë me material të dëmshëm për shëndetimin e. Njëkohësisht për ta përfituar këtë program, bashkësia parë duhet që të bashkëfinancojë në masën 20% të vlerës totale të preventivit që ne tashmë e kemi nxjerrë, dhe është nga kriteret kryesore nëse ne do të fitojmë këtë financim nga Ministria e Ekonomisë. Nëse ne nuk veprim të bashkëfinancim, atëherë ne skualifikohemi kategorikisht nga ky program. Që do të thotë, vlera totale e preventivit aktualisht shkon 19.496.650 lekë. Në këtë vlerë totale, 20% do të bashkëfinancojë bashkia. Janë gjithse 21 familje, por janë më pak objekte ose banesa, sepse 3-4 familje përfshihen në një çati të përbashkët. Kemi rastin në lagën 5 shtatori, kemi 2-3 raste i kemi në lagën Hasan Seitaj, dhe pastaj pjesa tjetër i kemi në fshatrat Nishof, Bezonc, Nishic, Mushtir, Dorec. Që janë familje Si do përgjëstojt kështu? jo, të një ministria. Si do bashkë për 10 milion të vjetra Si në në asë 200 milion të. 20% Është 38 Për se cilin? edhe këto nga damrët. Po. Nga fondet tona. Që do që ka mëna Të mirat qatim tjera dhe se ka. Ka, por ka. Normalisht, ne Se mos arrive një list me plotë dhe të kalon e këshillit të vendosë këshillit kush do kalon dhe në këtë familje. A është bërë një studimi rregull. Ose kjo list,
Pse mos na vjen 3 ditë para, 4 ditë para, Kjo është një miratim, dëgjoj pak, të ta shpjegoj ju. Kjo është një miratim në parimin e listës, sepse qytetarët ndërkohë kanë dëshuar duke plotësuar dokumentacionin dhe ne kemi qenë në terren për të verifikuar. Dhe kjo ishte dhe kërkesa që kanë bërë qytetarët të morën vesh do të bëhesh një nga ato aplikime. Dhe qytetarët kanë treguar interesin për këto banesa. Po, duke marrë konsiderat. Kjo do të bëjmë tjetër, pse edhe për firma, siç aplikojnë në bashkinë e tjera. Marisa Muzlari. Marisa Muzlari. Se përmendim edhe emrin e ja 3 milion, nuk fitoj dot. Nuk fitoj dot. Në Bixhos nuk fitoj dot në milion. Duke parë për këto këto shpresa. Tani kemi merak. Mos na shesi ti vëllat. Jo, ajo nuk është. Jo, më fal pak. Nuk do shesi ti vëllat sepse atje do punoj firma që do fitoj prokurimin. Nuk është se do i jepin det në dorë kryeja, se do ta ndajnë. Nëse ajo i vjen sa lek, atë lek. Nuk do i japin det në dorë. Jo. Edhe i harxon, i shpenzon dhe nuk bën asgjë. Vini e timoni prapë, por mund të ketë familje të tjera që hapin për përgjegjshme. Për mua është shkëti. Dakor timi. Do të sjaroj dhe diçka. Do të sjaroj diçka si të vorantar. Në fakt, kjo procedurë ka qenë goxha e përshpejtuar nga ana jonë. Për shkak se dhe vonë jemi orientuar për ta bërë këtë aplikim, shumë bashkitë të tjera kanë përfituar, ne e kemi për herë të parë këtë aplikim dhe ndoshta jemi të dyshitur nëse mund të fitojmë apo jo. Për shkak se ne na mungon një plan stregimi, që është një nga kriteret kryesore. Por duke qenë se në këtë periudhë që kishim dispozicion, arritëm të identifikonim me grupet tona në terren pro familje, të cilat edhe këto që janë të listë që janë paraqititur juve sot për miratim, ende nuk e kanë plotësuar dokumentacionin, për shkak se nëse të interesuarit nuk depozitojnë në bashki certifikatën e pronësisë për banesën që do të lihet dorë le të themi, ato automatikisht nuk do të jenë pjesë e kësaj liste. Ndaj edhe Rudina u tha që bëhet fjalë për një miratim të parim. Është e vërtet kjo e rasti Marisa Hamzollarit, që janë shpërdoruar një herë ndihma gjeneroze që i ka dhënë Këshilli i Bashkisë në një fondit të emergjencës civile, kështu që ta thonë ju dhe unë jam dakord me atë që tha, edhe mund të hiqet nga këtë listë. Por, siç u shpjegua, e veçanta është që nuk bëhet fjalë që t'i jepen lek të transferuara si në rastin e bashkëm, apo siç kemi bërë edhe me familjet e tjera si që rasti i Shqipësisë, apo edhe në vazhdimsi që ju keni dhënë në vendimin e Këshilli ndihmë financiare nga Fondi i Emergjencës civile. Kështu që jam dakord me rejtin që bëhet, gjithsesi ju takon juve ta çmoni. Të tjerat besoj që janë vërtet në nevojë se ka familje këtu banesa që janë akoma me eternit që do të zgjatorit janë eternit. Janë eternit në kuqim të krejdeot. Dhe inshallah fitojmë që të paktën t'u japim një dorë me këtë. Ato realisht janë banesa që për çfarë nuk kanë nevojë, po të shikosh një pjesë prej tyre, por kemi vendosur siç kanë bërë disa bashki të tjera, të paktën të restaurojmë çatit. Dhe pastaj shumë. Dhe me këta gëzar që të keni dhe një gabim tek këtu ka ty se një shqiptare është një shqipë që aty ka është të gjimnazë. Nuk jam dakord me Zanarina që ta keni bërë një studim të se, ta përmetoj të shenë. Po të bërë studim të i pari do ishte një listë është Argjan Meqja, me 4 fëmijë, me shtëpi në trarë, me një lamarin që kemi ne, po kam që sekretar Këshillit Komune, e kemi mbuluar edhe ajo e shkardonizuar dhe jemi atyja në te. Kurse këtu ka persona, më falë, ka persona që unë një një që edhe, si të popë edhe një berë duhet, e shkruar shemë në atyre, në kurs dhe isha dakon që ta miratoja këtë listë. Pra ndaj që duhet nuk është për studimi rregull. Ka edhe në për fshata,
Por problem që ka shtëpi në trane. Edhe me 4 fëmijë, me shku me gjiraj ka sjellë fëmijë se si shkollon do tu pas një tek, pas një begjeje, është fatkeqësi e madhe. Prandaj shikojni me përgjegjësi këtë. Shpime qëra nuk përfiton asgjë. Ore, shtëpit atje në fshatur e ka në trane, nuk është mendja kjo. Në trane me llamarin, kështu që me veritet në shtëpi. Tu ka ardhur aty më shkolla fëmijët edhe po futen edhe i futin edhe i kanë atë po marrë këtë 4 fëmijë. 4 fëmijë. Të lutem, bashkia nuk bëri studimin terren. Bashkia bëri studimin e atyre familjeve që shprehën interes. Pa ku ti gjajë, çfarë bëni? Më falni, atyre familje që shprehën interes. Ne nuk donim të bëni studimin. Pra të Nikolarë si kanë në turke fjatë. Pra të shkanë në tu. I kemi kemi marrë dhe kemi parë të parasysh të familje. Në një drejtim tjetër, po... Nuk e di. Ai sot është në hata, ai është dembej se unë e kam e qitë. Ai ta vlatë, nuk e dembej. Ai ta vlatë, ai ta vlatë. Ata fëmijë tuan, ai që ka marrë që me ti. Ule se. Ka marrë me ke gjaka. Po nuk ka pa kemi shkima të të mërë. Po s'ka për mi, por aja me Ta një të kur të vi ljumi, të vi pak. Me tjetë për atë, ata e dur numër, e ta e tiko. Që ta e dhe ljumë, po kur të pak uri. Atëherë nëse gjimi ato këto projekte, dhe nëse ne të fishtojmë të projekt pra ministrisë, atëherë ne kemi rrugën e hapur për të aplikuar edhe në vitet e ardhshme për programe të tjera të strehimit, jo të kësaj kategorie, por një kategorie tjetër për përfitimin e banesave me qëra sociale ose programe të tjera. Po, e mira është që ne ka fitojmë këtë program për këtë që është më emergjente sot. Kanë në i fond limit deri në kaq që Jo, se mos kisha shumë familje kanë fjalë. Jo, nuk ka shko. Mund të dalin, nëse ne mund të vazhdojmë të aplikojmë. Ne po gjejmë Bashkitë e tjera kanë marrë me sa të mund programit të tjera. edhe mbi 4-5. Po pra, ne po të them që ne po na ecit jo. Ka dalë direkt preventive dhe 20% për të familje në rëndonë në më. Nuk kupton që se të tjera. Se në të ka kalën vitë. Ata kanë një sepse ata përdorin të marginalizuar kjo është faza ne isha la përfitojnë në fjatë senior. Ashtu si pja u thadë jumetari, Bashkia Skarpar nuk ka një plan strehimi social 5 vjeçara për 10 vjeçara. Që synojnë që për 2026 në fakt nuk ka bërë planin 5 vjeçar, dhe aplikimit të kemi më kollaj për ta bërë. Nuk keni kujdes me emrat të që ishte italianë. Mos vini emrat të atyre që unë me Nuk u nisë. Se shikojnë një që jo të cala kanë që. Pikret për me të një që ka të Nuk të ketë shumë të tjera, pra, ka shumë por bashkia nuk ka i fshat për të parë gjendjen. Duhet ta kuptoni. Bashkia me të ne shkuan ka to familje. Ne shkuan ka to familje që shprehen interesi. Jo se tani se ka. Veç çka tani çikosh është kjo. Ka administrator bashkia. Nëse disa familje të shkojnë. Ka më të gjithë Rudina të lutem. Dhe kalem për votim. Faleminderit. Po të për listë ku zhëta të toja. Kalem në pikën e 15 të ndryshme. Dale. Po pse të shkëndë në pikën e ndryshme?
falë, që është Së tash është kishë, na. Në gjone. Në të gjyre të vogë, unë në bajtë 2 vjetë që kemi këtu në Këshill, të gjëri vetëm puqa për te mbaj mend vetëm atë urën e shkollës, e pjesën e shkollës. Tani, unë sot më do të diskutoj edhe për vajzën time, e unë ka për një lega jo pare një date, në do e për urën. Për urën ka shtuar një fëmi, sepse ca e shkyni për ta hedhur na ura, ca e ngrinin për ta mbajtur. Edhe më thotë, o baba, shikoj nga të urën, shikoj se do bjena njeri në lumë edhe është turë. Zë do marri masa që s'ka. Për të salvuar, valja pas më Do marri masa që s'ka. ose mbyllën ose për të salvuar të katë rekur. Do marri masa të një. Prokuratore, ditë se e kam një si problemu. Ka rejtë gruar me fëmijë dhe Jam i të gruar do marri masa të një. Che lo chiedo, che lo chiedo. Io sto Vendosë të për mjone edhe po u kape, në ka përguar shtë. Dakor, jam i... Ata pikë të dhe kedi. Me pime, po një të marrë që në të të do. Dakor. Qova dy komisionerë do vine dhe të tjilë të qojë. Ora them projektuesi ka parashikuar shkurët i të vërlisa motën. Po mi që kushtë dhe po i kapë. Me duke se jam onesa të kohë.